shkyqon këtë vend. Kur është fjala për agjerim në Ramazanit, me që është gjunoja e parë, dhe jam shumë i vetëdijshëm që sikur të na në çdo vend tjetër, çdo Ramazan është i veçantë, po edhe agjerues në Ramazanit janë të veçantë. Dhe çdo Ramazan sjell besimtar të ri, musliman të ri, agjerues të ri, njerëz të ri në xhami. Dhe na takon neve si xhamat, me u tregu xhamatit ato që është e drejtë, është e shajtë dhe e shtrejtë, që s'ka ma shtrejtë dhe ma shajtë se sa feja. Kur o fjala për agjerim, Allah e madhruar në fund të ajetit të Ramazanit ka thonë la'allakum tattaqun. Agjerimi duhet me ju dërgu të devotshmëria. Duhet me ju dërgu për qenë ma devotshëm. Shpesh herë na e përdorim devotshmërinë, por rrallë herë kuptojmë çka është i devotshmi. Qysh duhet njëri devotshëm? Qysh është me koni devotshëm? A është mirë me koni devotshëm? Apo qysh duhet me boni devotshëm? Është gabim i madh nëse na e presim Ramazanin për me forcu devotshmërinë. Mirë po, është tepër gabim më i madh nëse vjen Ramazani dhe kalon Ramazanin na nuk bëhem devotshëm. E kanë pyet Sufjan e Theurion, o burr, çka do me thonë me koni devotshëm? Kallzona troshit në muhabeti se s'ke morën vesh. A di çka ka thonë ai me ku? I ka pyet shokët e vet, ka thonë, ai u ka me ec në për rrugë që s'është e shtruar me mirë. Është me thera, është me xhemba, është me gur. Ka thonë po kemi ec. Ty në herë asfalt s'ka pos. Ka thonë qysh keni ec në rrugën që s'ka asfalt. Dikush ka thonë kena ec me shkop. Dikush ka thonë kena ec me shtap. Dikush ka thonë kena ec dafën. Dikush ka thonë kena ec në majet tishtave. Po kërkush s'ka thonë komec me kamër plotën në tokë. Kur tesë të riu është normale me shkenë në tokë. S'është normale me ec në lishta. I ka pyet qëta ka thonë se asnoni për juve nuk po thoni kena ec normal, tu e shkip tokën. Një atë ka thonë, po jena tot mos kona hina i tërë në kom, mos kona hina i gjetë në kom. Ka thonë qështu është devotshmëria. Mu tot njeriu ka pjesë rrugës gjatë jetës, mos për hina i tërë në kom. Çka është kuptimi i therrës këtu? Njeriu është i shnosh në trup edhe në zemër. Çdo gjuna që e bën, çdo mëkat që e bën, çdo shërbim që e bën, çdo haram që e bën, e shtem një therë në kom. E rëndon shpirtin, e plagos zemrën, njihet i nervozum, njihet i siklet, kur s'njihet i kënaqur. Ramazani vjen jo më në detyru me agjerim, po vjen më në mësu që duhet me jetu. Prej mësimeve të Ramazanit është që njeriu duhet me jetu me kohë. Jo me ec me kohë, po me jetu me kohën. Sepse qysh ka thonë Hazreti Aliu, koha është si shpata. Nëse ti se pret ato të pret ajo ty. Koha është e shtrejtë dhe e shajtë. Nëse ti se programon kohën, koha të vjen. Nuk klen koha, hec koha, po s'kthehet. A për çdo kohë që e kemi arrit kemi më mirë para Zotit. Ramazani vjen, më na tregu neve që njeriu duhet me jetu me program. Se çfarë programi kemi në Ramazan, po kemi program. Mas vore në mësën qysh duhet me ushqy, qysh duhet me hangër edhe me pi. E na shpesh herë 12 muj hajnë pa kontrol. Pim pa kontrol edhe normale është pej hoqë edhe pejtë që moti i funit, kur je kom të mjeku par një jave. Pse shkojmë të mjeku? Pse hajnë pa kontrol. Si kur ushqimi jo, tjetë është qysh këtë kënë feja, s'ka nevoj për mjekë. S'ka nevoj për diagnoza, s'ka nevoj për analiza. Ramazani në mësën që s'bën me të pru, po duhet njeriu me eduku vetë.